Jashtë vendit të rezervuar për sekretarin e shtetit Amerikan Antony Blinken u organizua protest. Këta izraelit në Tel Aviv po kërkojnë ndihmën e mysafirit amerikan për të arritur një armëpushim në luftën mes shtetit të tyre dhe organizatës terroriste Hamas. Veç kësaj, këta protestues me urgjencë kërkojnë edhe kthimin e pengjeve izraelite të rrëmbyer tash 3 muaj nga terroristët. Në fakt, ky është edhe qëllimi i vizitës së Blinkenit në këtë shtet në të cilin bërriti pasi paraprakisht qëndroi për vizitë në një tur në 4 shtete tjera në lindje të mesme. Porositë e marra në vendet arabe në Turqi, Amerikani tha se erdhi t'ia thotë në sy kryeqeveritarit Benjamin Netanyahu. Veç ti, Amerikani takoi edhe ministrin e mbrojtjes në këtë shtet e atë për punë të jashtme. Sekretari i SBA-s u tha atyre se liderët e shteteve që ai i vizitoi duan të shohin fundin e luftës në Gaza dhe krijimin e një shteti palestinez që u refuzua kategorikisht nga shteti hebrej. Pas këtyre mesazheve, Blinken është i angazhuar dhe që të parandalojë një luftë tjetër mes këtij shteti dhe Hezbollahut të Libanit. Në kohën se ai po takon të zyrtar izraelit, po prej sulmeve të këtyre, në Gaza u vran 126 persona. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë të drejtuar nga Hamasi, shifra totale e të vrarëve që nga fillimi i luftës 3 muaj më parë, atje ka shkuar në mbi 23.000. Në mesin e të vrarëve ka më së shumti gra dhe fëmijë.